Proteste tensionuar përpara parlamentit, djetra qytetarë tentojnë të çajnë kordonin e forcave të policisë, hedhin vezë dhe domate drejt efektivëve. Edi Rama sulmon protestën Revolucioni i Flamingove, pjesë e narrativës që synon përçarjen. Sulmet ndaj Shqipërisë po shtohen me afrimin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Prokuroria e posaçme zgjat me 3 muaj afatet e hetimit për Belinda Ballukun. Mbi ish numrin 2 të qeverisë rëndojnë akuzat për korrupsion dhe pastrim parash. Vihet nën kontroll zjarri i madh në pyllin e sodës në Vlorë, u dogjën disa hektar me pish, ndërkohë Rama premton shpërblim për ata që luftojnë me flakët. Konflikti mes disa personave në Durrës degradon deri në përdorimin e thikave, plagosen 3 të rinj, 2 prej tyre dërgohen në spital jashtë rrezikut për jetën. Mirëdita, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin e lajmeve të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Me thirrjet kuvendi i krimit dhe dorëheqje e kryeministrit Edi Rama, protestuesit rrethuan sot godinën e parlamentit. Ata u përballën me gardhin metalik dhe forcat e policisë, ndërsa hodhën drejt tyre vezë dhe domate. Nga ana tjetër, brenda në sallë, deputetët debatuan për një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një huat $302 milion për ushtrinë. Edhe seanca e fundit e këtij sesioni të kuvendit të shoqëruar me protesta para parlamentit. Qytetarë dhe aktivistë u përplasën me policinë, pasi një pjesë e tyre tentoi të çajë kordonin rrethues në disa postpllogje të ngritura, si tek rruga Elbasanit e të tjerë. Për shkak të përplasjeve, 6 persona u shoqëruan në komisariat. Por debatet nuk munguan as brenda sallës. Shkaku bë marrëveshja e UHA-s $302 milion me SBA-n. Kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla e cilësoi marrëveshjen si një dëshmi të besimit të SBA-ve ndaj Shqipërisë. Ajo parashikon investime për mbrojtjen dhe në kuadër të detyrimeve që Shqipëria ka ndaj NATO-s. Ky financim do të përdoret ekskluzivisht por modernizimin e kapaciteteve të forcave tona të armatosura, duke financuar pajisje, sisteme dhe shërbime mbrojtjes sipas standardeve më të larta të NATO-s. Shqipëria do të ketë 48 muaj për të angazhuar fondet e projektet e modernizimit. Kredia ka një afat maksimal shlyrje deri në 12 vjet. Por opozita nuk ndau të njëjtin qëndrim. Ndonë se ishte dakord për marrëveshjen, procedura me të cilën ajo po kalonte në parlament u cilësua nga Partia Demokratike si antikushtetuese. Ne jemi pro kredis dhe shpreh mirënjohje, por ne kërkojmë që kjo kredi, kjo procedurë të bëhet në përputhje me kushtetuten dhe jo qëndrimet vullnetin e lik antikushtetues të Edi Ramës. Qeveria po përpiqet të korrigjojë me nxitim atë që në fakt do duhet kishte planifikuar prekohesh për të kufizuar dëmin që i shkakton besueshmërisë së Shqipërisë si aleat i denj i vendeve të NATO-s. Pas debateve, parlamenti u shty për të lënë kohë diskutimit në Komisionin e Ekonomisë dhe atë të Sigurisë. Seanca plenare radhës do të jetë në orën 15:00 me shqyrtim. Ndërkohë, një incident ndodhi brenda parlamentit. Deputeti Agron Shea e arriti të marrë dokumentin sekret të marrëveshjes dhe më pas u largua me vrap. Sipas Partisë Socialiste, ai është përplasur dhe me një punonjëse të kuvendit, gjatë kohës që rrëmbeu marrëveshjen. Më vonë, Partia Socialiste kërkoi zyrtarisht përjashtimin e Sheait me 60 ditë, ndërsa e paditi dhe në SPAK, me pretendimin se ka marrë një dokument të klasifikuar sekret. Gjykata penale u ndaloi daljen nga territori shqiptar 2 protestuesve të arrestuar gjatë tubimit te parlamenti, Orion Peçit dhe Artemisa Islamaj. Gjykata u ka bllokuar pasaportën duke lënë në fuqi kërkesën e prokurorisë. Mbi ta rëndojnë akuzat organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime të palishme, prishja rendit dhe qetësisë publike, pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit, goditje për shkak të detyrës dhe shkelja e rregullave mbi lëndët plasëse, djegëse dhe radioaktive. Vendimarrja është
bazuar në vlerësimin individual të rrethanave që lidhen me secilin person në netim, me veprimet konkrete dhe me rrezikshmërinë shoqërore të shfaqur, shkruhet në dispozitivin e dhomës penale. Protestën kundër tij që po mbush 2 muaj, kryeministri Edi Rama e konsideron pjesë të përpjekjeve për goditjen e besimit tek institucionet. Fushatat e sulmeve hibride sipas shefit të qeverisë janë shtuar me avancimin e Shqipërisë në rrugtimin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Revolucioni flamingove ishte shembulli që solli kryeministri Edi Rama për të ilustruar mënyrën se sipas tij, ndërtohen narrativa të rreme që synojnë të krijojnë përçarje dhe të minojnë besimin te institucionet. Duhet të jeni të informuar për të ashtu quajturinë revolucioni flamingove. Është një shembull i jashtëzakonshëm i një çarjeje që është krijuar, e cila u bë një mënyrë për të hyrë armiqt tan. Megjithatë, sipas kryeministrit, sulme të tilla nuk do të ndalin antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ecim me vendosmëri drejt fazës antarësimit në Bashkimin Evropian. Është më rëndësi të forcojmë rezistencën ndaj sulmeve hibride. Për Ramën, mbrojtja e demokracisë dhe besimit të qytetarëve është po aq rëndësishme sa siguria e vendit. Jemi këtu për shkak të një ndërthurjeje mjaft shqetësuese të momentit ku jetojmë, gjeografisë ku bëjmë pjesë dhe trysnisë gërryese që ndodh në institucionet tona demokratike. Kjo konferencë ka të bëjë me algoritmet, reformat digjitale. Në realitet besoj se ka të bëjë me diçka shumë më thelbësore. Ka të bëjë me demokracinë, besimin në publik dhe me faktin nëse shoqëritë e lira zotërojnë qartësinë strategjike për të mbrojtur hapësirat. Kreu i qeverisë theksoi se sa më pranë të jetë një vend drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, aq më shumë rreken aktorët e huaj për të hyrë tinëzisht dhe për të sulmuar. Kjo shpjegon sipas tij të gjithë sulmet hibride dhe dezinformimin me të cilin përballet vendi ynë. Hetimet për Belinda Ballukun do të vijojnë edhe 3 muaj. Prokuroria e posaçme vendosi zgjatjen e tyre për të mbledhur më shumë prova për akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave. Prokuroria e posaçme ka vendosur të zgjasë hetimet me 3 muaj për ish-numrin 2 të qeverisë Belinda Balluku. Ndaj saj rëndojnë akuzat e shkeljes së barazisë në 2 tendera, atë të ndërtimit të tunelit të Llogaras dhe për të gjitha lotet e Unazës së Madhe. Por më pas, më 4 qershor, prokuroria konfirmoi se Balluku ka kryer korrupsion e pastrim parash, teksa mbante postin e drejtoreshës së Alp Control. Në këto kushte asaj u sekuestrua një vilë në Dhërmi për të cilën SPAK thot se zotrohet prej Ballukut në mënyrë të tërthort. Pra, e regjistruar me një emër tjetër, por me origjinë nga korrupsioni dhe pastrimi i parave. Sipas organit të posaçëm që në këtë hetim përfaqësohet nga prokurori Dritan Prençi, akt akuzat u ngritën pas hetimit të procedurës së tenderit për rikonstruksionin e godinës teknologjike të Alp Control dhe për përmirësimin e kushteve me një fond limit prej 88 milion lekësh dhe më pas një shtesë me vlerë 14 milion lek. Zgjatja e hetimeve vlen edhe për 2 ish-vartësit e saj, Gerald Delezin, drejtuesin e Korporatës Energjetike Shqiptare dhe Gentian Gjylin e Autoritetit Rrugor Shqiptar. Pak ditë më parë, gjykata e lartë rrëzoi rekursin e bërë prej Ballukut për masën e pezullimit të detyrës dhe të bllokimit të pasaportës. Kryeministri Rama premtoi shpërblime të menjëhershme për zjarrfiksit që po përballen me flakët këto ditë të nxehta. Sipas tij, deri në fund të vitit do të vinë edhe 3 avion për shuarjen e zjarreve. Përballë rrezikut të zjarreve gjatë verës për shkak të temperaturave të larta, kryeministri Edi Rama premton një pak shpërblim për ata që luftojnë me flakët. Unë kam propozuar qeverisë që të gjitha forcave që i përkasin Ministrisë Mbrojtjes dhe të përfshihen në këtë proces të shpërblehen me një herë, jo në fund, me një pagë ekstra, dhe në ndërkohë ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë gjithë gjë për trupat e tyre në territor dhe ta bëjnë këtë me një herë, pa pritur që të mbarojë gjithë beteja, sepse ajo pastaj është një pjesë tjetër. Nga baza ajrore e Farkës, Rama deklaroi se në fund të vitit flotës do të shtohen edhe 3 avion për shuarjen e flakëve, duke shtuar se ky sezon e gjen Shqipërinë më të përgatitur për të përballuar emergjencat. Kemi sot në dispozicion
kapacitetet teknologjike më të mëdha që kemi pasur ndonjëherë, me 4 helikopter të gatshëm, të cilët në çdo moment nevoje mund të bëhen 6, sepse helikopteret operacional janë 9, por kanë edhe misionet të tjera si misionet e shpëtimit. Kemi mbyllur procedurën për 3 avion, të cilët do të vinë në fund vitit, por në ndërkohë dhe do të jenë provën e shtetit shqiptar. Ndërsa ministri i Brendshëm Besfort Lamallari paralajmëroi se autorët e zjarrvënieve të qëllimshme do të përballen me dënime deri në 15 vite burg, duke theksuar se çdo akt i tillë përbën kërcënim jo vetëm për natyrën, por edhe për sigurinë kombëtare. Zjarfikësit arritën të izolojnë plotësisht vatrat e zjarrit në pyllin e Sodës, ndërsa zona avion të mbahet nën kontroll. Flakët shkrumbuan mbi 5 hektar me pisha dhe policia po heton nëse zjarri ishte i qëllimshëm. Zjarri së dielës në pyllin e Sodës në Vlorë është vënë nën kontroll, vetëm në orët e vona të mbrëmjes, pas një operacioni të gjatë dhe të vështirë, por pasojat janë të mëdha. Rreth 5 hektar sipërfaqe me pisha të buta janë shkrumbuar, ndërsa ekipet e emergjencës vijojnë të monitorojnë zonën, pasi në disa pika ende ka trungje që vazhdojnë të digjen nga brenda. Hetimet paraprake ngrën dyshime se zjarri mund të ketë qenë i qëllimshëm. Flakët nisën në brendësi të pyllit të Sodës. Më pas të favorizuara nga era e fortë, ato janë përhapur me shpejtësi, duke djegur një sipërfaqe të konsiderueshme me pisha. Në terren u angazhuan forcat zjarfikse të Vlorës, policia, administrata e zonave të mbrojtura, emergjencat civile, efektivet e FNSH-Fier, si edhe 10 qytetar, të cilët ndihmuan në izolimin e flakëve dhe shmangjen e përhapjes së tyre në pjesë të tjera të pyllit. Ndërkohë, një zjarr i fuqishëm përfshiu orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë një zonë kodrinore në hyrje të Ksamilit, por ai është shuar pas ndërhyrjes së shpejtë të forcave zjarfikse. Deri më tani nuk raportohet për persona të lënduar apo dëme në objekte. Zona ndërkohë do të vijojë të monitorohet nga autoritetet për të shmangur riaktivizimin e vatrave të zjarrit. Disa orë negociata u finalizuan me shpëtimin e vajzës 24 vjeçare që mbaj peng nga ishi dashuri i saj në Fier. Shefi i policisë, i cili bisedoi nga afër me agresorin, tregoi kërcënimet dhe se si e bindi autorin e krimit që të lironte vajzën. Shefi i policisë Roskovecit, Mariglen Koroveshaj, ka rrëfyer negociatat me autorin e ngjarjes së rënd në fshatin Vidhish të Refit Buzi për lirimin e ish të fejuares Rosalinda Plaka. Ai tregoi se agresori kërkoi vetë që pranë makinës së tij të afrohej pikërisht shefi i stacionit policor, por vetëm dhe i pa armatosur. Kemi qenë në komunikime të vazhdueshme për disa orë me autorin, ka qenë zgjedhja e tij nga negociatat që janë bërë për rreth 2 orë nga momenti që kemi kontaktuar fillimisht deri në momentin që autori ka zgjedhur që ose është bindur që mund të afrohem. Unë jam afruar sipas kërkesave autorit dhe përsëri në momentin që jam afruar ka refuzuar përsëri që ta lëshonte vajzën pasi e shikonte si një mënyrë garancie. Ai shtoi se ju afrua automjeti duke qenë afro 2 metra larg dhe çdo sekond sipas tij ishte vendimtare për shpëtimin e jetës së vajzës dhe atë të autorit. Distanca më afër që unë jam afruar ka qenë rreth 2 metër dhe në moment që jam afruar atë distancë, më ka thënë mos bëj asnjë lëvizje më të afrohesh pasi do vras vete. Më pas jam tërhequr, kam vazhduar negociatat me autorin derisa është bërë e mundur që autori të lironte pengun që kishte marrë. Mund të them që ishte një moment i rrezikshëm, por i frikshëm. Në ato momente nuk mendon më për frikën, por mendon se si që të shpëtosh një jetë njeriu pasi atje çdo sekond ishte vendimtare. Vajza, sipas shefit të policisë, ishte jo vetëm e traumatizuar psikologjikisht, por edhe kishte dëmtime fizike. Vajza ishte në gjendje shumë të rëndë psikologjike, por edhe fizike, pasi kishte edhe dëmtime në pjesën e trupit, të cilat ishin shkaktuar nga autori në momentin kur e ka marrë nga banesa që e ka marrë me vete, pasi vajza ka refuzuar fillimisht dhe është marrë me forcë. Në ato momente që vajza ka dalë nga automjeti, duhej që të largohej sa më shpejt nga zona e rrezikut. Për shefin e stacionit policor, kjo ishte situata më e vështirë e karrierës së tij, 12 vjeçare në polici.
Një konflikt ndodhi në orët e vona të mbrëmjes së të dielës në zonën e pedonales në plazhin e Durrësit. Konflikti degeneroi deri në përdorimin e thikave dhe përpasoj mbetën të plagosur 3 të rinj. Në konflikt u përfshin 5 persona, ndërsa u plagosën 3 të rinj të moshave nga 18 deri në 20 vjeç. 2 prej tyre po marrin trajtim në spital, ndërsa i treti ka pësuar lëndime të lehta dhe nuk ka pasur nevojë për ndihmë mjekësore. Nga hetimet e drejtanishme rezulton se autor të dyshuar të plagosjes janë një 19 vjeçar dhe një 18 vjeçar, të cilët janë larguar nga vendngjarja menjëherë pas konfliktit. Lëvizja e mjeteve dhe udhëtarëve në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës u pezullua përkohësisht mëngjesin e kësaj të hëne për shkak të protestës së doganierëve grek. Nga ora 5 deri në orën 9, pala greke ndërpreu punën duke mos lejuar kalimin e automjeteve dhe qytetarëve. Gjatë kohës së protestës, policia kufitare shqiptare vijoi normalisht punën dhe procedurat e kontrollit, por udhëtarët dhe drejtuesit e mjeteve janë detyruar të presin për disa orë në zonën neutrale mes 2 pikave kufitare deri në ngritjen e traut nga pala greke. Më të prekur nga kjo situatë ishin të huaj të cilët nuk kishin informacion për protestën, por edhe shumë shqiptarë që udhëtonin drejt Greqisë. Si pasojë e pezullimit të lëvizjes në anën greke, në Kapshticë u krijua fluks automjetesh dhe pritje të gjata. Pas përfundimit të protestës dhe rifillimit të punës nga doganierët grek, lëvizja ju rikthye normalitetit. Maturantët që duan të shkojnë në universitet kanë 6 ditë kohë për të bërë aplikimin në portalin U Albania. Të rinjt mund të plotësojnë deri në 10 programe studimi. Nga kjo e hënë, nis zyrtarisht procesi i aplikimit në portalin U Albania për të gjithë maturantët të cilët duan të ndjekin arsimin e lartë. Ata do të kenë në dispozicion 6 ditë për të përzgjedhur deri në 10 programe studimi sipas preferencës së tyre. Drejtori i Rrjetit Akademik Shqiptar Arjan Xhelaj këshillon maturantët të plotësojnë të 10 programet e studimit, pasi kjo rrit mundësinë për të shpallur fitues në një nga preferencat. Të bëjnë kujdes jo më në renditjen e tyre, po të bëjnë kujdes që të kenë futur të gjitha dekët që dëshirojnë brenda 10 preferenca. Që do të thotë që edhe nëse maturantët janë sigur për 3-4 dekë, do t'i këshilloj që të fusin edhe dekë tjera që ata mbase nuk i kanë preferencë të parë, por edhe i marrin konsiderat për të studuar, në mënyrë që nëse nuk shfaqen fitues në ato dekë që kanë hedhur, të kenë një shans tek dekët e tjera. Pas konfirmimit të aplikimit, preferencat nuk mund të ndryshohen, ndaj maturantët duhet të jenë të sigurt për përzgjedhjet e tyre. Të jenë sigurt, të kenë kontrolluar gjithçka përpara se të bëjnë konfirmimin, dhe në momentin që bëjnë konfirmimin, procesi që të mbyllur, pak rëndësi ka se si kanë renditur dekët në formularin e tyre aty. Ndërkohë, maturantët që kanë zgjedhur programet e studimit me konkurs duhet të ndjekin edhe procedurat përkatëse të regjistrimit sipas universitetit ku synojnë të studiojnë. Pra ata maturantët që kanë zgjedhur një program studimi i cili mund të ketë edhe konkurs ose test, qoftë me shkrim, qoftë test elektronik, që të shikojnë në websajtet e fakultetit përkatëse se kur janë datat e konkursit ose testit. Nëse do duhet bëjë regjistrim, ai do të bëjë një regjistrim tjetër tek këto konkurse, nuk vlen regjistrimi i bërë në U Albania. Do të thonë nëse ka një test dhe do të bëhet një regjistrim në këto teste. Deri më tani, në portalin U Albania kanë aplikuar mbi 2000 maturant. Sistemi shfaq secilit kandidat vetëm programet e studimit, për të cilat plotëson kriteret bazuar në mesatare. 10 banorë të një fshati në Maliq kanë protestuar për mungesën e ujit të pijshëm për më shumë se 3 dekada. Ata thonë se edhe investimi i ri që është bërë nuk i ka dhënë zgjidhje kësaj problematike të vjetër. Për të disatën herë, banorët e fshatit Zvezd në bashkinë e Maliqit kanë dalë në protestë duke denoncuar mungesën e ujit të pijshëm. Sipas tyre, megjithëse është realizuar një investim prej mbi 600.000 euro për ujësjellsin e ri të fshatit, në çezmat e banesave nuk ka ende ujë. Që u volë 600 milion lek. Ja, ky është uji. Ky është. Vjen kryetari në mes të ditës vetëm për të bërë 2 foto. Ujësjellsi ishte 7 muaj aty afati, u bën 1 vit e ca, para 1 muaj u tha u përfundua ujësjellsi. Tash i bën ne proj që kalojnë në të gjithë ato menderre të aktive të këtyre lagjeve, edhe tash i pjeta ujë. Edhe atë ujë do na japin akoma. Kemi një çezmë të rrjedhshme, e po të vish në orën 3:30 në mëngjes, marrën gratë
karocat me bidona edhe janë atje. E po të shikosh, edhe rjen atje gratë, dalë me ne burat pastaj që atë bëj me ne. Edhe jemi zenë edhe jemi rau, s'kemi muhabet kur i thonë me njeri tjatin për ujë. Groposi rreth 480 milion leka në vetë, unë talë me lekët e taksa pagues për fshatarë të Zvezdës, dhe Gropos në aty dhe nuk pas ka ujë. Vetë bashkia për 20 milion leka dhe vi. Me qenë se është të muhabet vetë, nësi fshat do hapën vetë 2 puse. Në fshatin Zvezd jetojnë mbi 1500 banor, të cilët prej vitesh vuajnë mungesën e ujit të pishëm. Ndërkohë, drejtues të ujësiellës kanalizimeve Korç kanë deklaruar se projekti është ende në zhvillim dhe nuk ka përfunduar plotësisht. Sipas tyre, me përfundimin e punimeve, fshati do të furnizohet me ujë të pishëm. Fëmijët dhe të moshuarit janë më të rrezikuarit nga temperaturat e larta të verës. Në Elbasan kanë qenë të shumta rastet e atyre që janë drejtuar spitalit. Bluzat e bardha apelojnë për shmangjen e qëndrimit të gjatë në diell. Teksa vendi vijon të jetë në ndikimin e temperaturave përvoluese, mjekët apelojnë për kujdes të shtuar ndaj fëmijëve, të moshuarve dhe personave që vuajnë nga sëmundje kronike. Shefja e pavionit të pediatrisë në Elbasan, Irena Palloshi, këshillon shmangjen e qëndrimit në diell gjatë orëve më të nxehta të ditës, si dhe konsumimin e vazhdueshëm të lëngjeve për të parandaluar dehidratimin. Mbas orës 10 deri në orën 5, fëmijët nuk duhet të ekspozohen në diell. Fëmijët janë pak më të mëdhenj dhe kanë dëshirë të luajnë. Edhe ato nuk duhet bëjnë lojra intensive që ti provokojnë djersitjen, mundësisht ato lojrat që mund t'i kenë me puzzle ose me kukla ose lojra pa djersitje të jenë në hije, të jenë sa më shumë të rehidruar, të pinë lëngje sa më shumë dhe të evitojnë lëngjet me shumë sheqer, përkërësisht të pinë ujë, lëngjet të përgatitura në shtëpi, të kenë kujdes prindrit se mos i lejnë fëmijët në makinë me dyrë mbyllur në asnjë mënyrë, sepse është një rrezik shumë i madh, temperatura ekstreme dhe ajri i mbyllur i makinës. Sipas mjekëve në Elbasan, pavarësisht temperaturave të larta, deri tani nuk janë shënuar raste të rënda apo shtrime të fëmijëve si pasojë të nxehtit. Fatmirësisht, në këtë periudhë nuk kemi raste të shtuara. Jemi në një periudhë qetësie, si thua, mbas edhe prindërit tregohen të kujdesshëm. Nuk po them kemi patjetër pickime, urtikarje, gastroenterite, po jo në forma aktualisht në pediatrinë e Elbasanit sot e 24 fëmijë të shtruar, që në krahasuar me periudhat e tjera të vitit është pothuajse 1/3. Mjekët kërkojnë kujdes të veçantë edhe gjatë pushimeve në plazh. Foshnjat në 6 muaj nuk duhet të ekspozohen në rrezet e diellit gjatë orëve të pikut. Zbatimi i masave në plazhet e Durrësit ka qenë në fokus të kontrolleve të Task Force-s për gjatë vijës bregdetare. Ndërkohë, inspektorët e autoritetit të ushqimit kanë kontrolluar baret dhe restorantet për të garantuar sigurinë për pushuesit dhe turistët. Fluksi i lartë i pushuesve në kulmin e sezonit turistik ka shtuar angazhimin e Task Force-s së turizmit në Durrës. Ekipet ndodhen çdo ditë në terren për të monitoruar situatën dhe për të ndërhyrë ndaj problematikave që hasën në zonat bregdetare. Një ndër fenomenet që vijon të mbetet shqetësues është prania e shitësve ambulant përgjatë vijës bregdetare. Ata lëvizin mes çadrave dhe hapësirave të plazhit, duke shqetësuar pushuesit dhe duke zhvilluar aktivitet jashtë kuadrit ligjor. Si çdo sezon turistik, problematikë mbeten shitësit ambulant, për cilët vërtet institucioni i prefektit në koordinim me të gjithë institucionet vendore në qark përbën themrën e arkilit për ta çuar atë në atë rëndësinë e duhur, siguria në plazhe, rojet bregdetare. Jemi gjithmonë në terren për të parë dhe për të kuptuar të gjithë ato situata apo ato problematika që ne mendojmë se duhen zgjidhur dhe duhen adresuar. Kontrollet janë të vazhdueshme dhe zhvillohen në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse me qëllim identifikimin dhe zgjidhjen në kohë të çdo problematike. Për t'i adresuar në pushtetin qendror dhe për t'i zgjidhur ato në kohë reale, për t'i dhënë të gjithë pushuesve në vijën bregdetare të Durrësit të gjithë atë shërbimin e merituar dhe pse jo për ta patur një sukses të mbarvajtjes së sezonit turistik. Paralelisht me monitorimin në terren, kontrollet e përditshme ushtron edhe autoriteti kombëtar i ushqimit. Inspektorët verifikojnë kushtet e tregëtimit, mënyrën e ruajtjes së produkteve dhe respektimin e standardeve të higjienës dhe sigurisë ushqimore në subjektet që ushtrojnë aktivitet përgjatë bregdetit.
Ministri francez për Europën Benjamin Haddad shpreu në Prishtinë shqetësimin e vendit të tij për prishjen e objekteve në liçenin e Ujmanit. Në konferencën me ministrin e jashtëm Glauko Njufca, ai theksoi domosdoshmërinë e zbatimit të marrëveshjeve të ndërmjetësuara nga Brukseli. Ministri i deleguar për Evropën i Francës, Benjamin Haddad, ka vizituar Kosovën, ndërsa është takuar me ministrin e jashtëm në detyrë të vendit Glauko Njufca. Në një konferencë të përbashkët për shtyp në përgjigje të pyetjes rreth shembjes së objekteve pa leje buz liçenit të Ujmanit, ministri për Europën i Francës ka deklaruar se vendi i tij kushton vëmendje komunitetit serb në Kosovë. Ne jemi të shqetësuar nga mungesa e një procesi të rregullt ligjor në këtë çështje. Mundësia për të përdorur mjetet ligjore ekzistuese në mënyrë efektive është gurthemeli i sundimit të ligjit, prandaj masat e zbatimit të ligjit me forcë duhet të presin. Sa i përket dialogut me Serbin, diplomati ka theksuar se Franca ende e konsideron të detyrueshme marrëveshjen e arritur në Bruksel në vitin 2023. Ne konsiderojmë këtë marrëveshje ligjërisht të detyrueshme si për Kosovën, ashtu edhe për Serbin. Dhe kjo është diçka për të cilën do të jemi shumë vigjilent, shumë kërkues dhe të gatshëm të punojmë për zbatimin e saj me Kosovën dhe Serbin. Ministri francez për Europën theksoi se Parisi zyrtar do të vazhdojë ta mbështesë anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Ndërkohë, Konjufca u ndal te konstituimi i Kuvendit të Kosovës, që pritet të mbahet më 6 gusht. Ai tha se PDK vijon të mbajë të njëjtin qëndrim, ndërsa me LDK bisedimet kanë qenë optimiste për të kaluar ngërçin. Sa i përket takimeve që ndodhen me PDK-n edhe me LDK-n, u pa një gjë e qartë aty që PDK-ja më shumë qëndron në pozicionet të cilat e kemi parë më mëti. Ato u shprehen edhe në takim me kryeministrin Kurti. Kurse sa i përket lidhjes demokratike të Kosovës, përshtypja jonë është që aty përkundër herave të kaluara, kësaj radhe ka vullnet më të madh për ta tejkaluar këtë moment në të cilën ndodhet Kosova, ka një gatishmëri më të lartë për bashkëpunim nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e unë mendoj që opcionet që dalin tavolinë për arritjen e një marrëveshjeve janë në përpjestim me vullnetin. Konjufca foli edhe për qëndrimin e AK-s, duke thënë se pavarësisht që nuk pranuan të shkojnë në takim me Kurtin, ata i dhanë arsyet se në çfarë kushtesh do të pranonin të bashkëpunonin. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.